Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për luftën në lindjen e mesme, do të shkojmë në Iran, më saktë në qytetin Qom për të folur me teologun shqiptar atje, gazetarin përkthyes në disa studime, Eni Kokomani. Eni, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, është kënaqësi të jam ju. Faleminderit ju. Së pari, duke qenë se ju jeni teolog, më lejoni tani të pyetje për t'i dhënë një përgjigje gjithë edhe një pjesë të analizëve që mendojnë që kjo luftë mund të jetë edhe fetare. Ju e mendoni kështu? Fetare, pak a shumë le të themi që çdo sistem ka një besim të caktuar. Pavarësisht se dikush nuk e vendos emrin në fe, por laicizmi është një lloj besimi. Pra besohet në ato ligje që janë vendosur. Edhe çdo shtet ka ligjet e tij, ka besimin e tij dhe mosmarrveshjet dhe luftrat në përgjithësi nuk ndodhin për shkak të fesë, sepse çdo fe, qoftë budiste, qoftë krishterimi, qoftë hebraizmi, qoftë islami, pa çfarë do lloj feje që ka të bëjë me Zotin dhe adhurimin e Zotit, i thërret njerëzit për paqe. Pastaj, mosmarrveshjet vijnë nga fanatizmi, të cilat nuk e pranojnë mendimin e tjetrit, apo vide nga ndërhyrjet djallëzore në punët e të tjerëve, duke cënuar pra territorin e huaj, sovranitetin e një shteti tjetër, edhe kështu lini konfliktet, duke nisur dhe nga ambicia për zgjerim territoresh, për pushtet, për pasuri e gjëra si këto. Atëherë anon më shumë gjeoekonomi. Sigurisht çdo gjë është për shkak të materializmit. Njerëzit që janë fetar, ata nuk janë të prirur për luftë. Sigurisht luftën e bëjnë për mbrojtje. Ndërsa materialistët janë njerëz oportunistë, të cilët në momentin e parë që u jepet mundësia për të grabitur apo për të zhvatur, ata do të bëjnë çmos për ta marrë atë që dëshirojnë. Eni këtej pasqyrimi, por edhe në gjitha mediat prej javës kaluar raketa pafund nga Izraeli në Iran, por edhe të Shëbaz, por edhe nga Teherani, nga Irani në Izrael. Edhe përgjigja e Teheranit për duke sulmuar bazat ajrore të Shtetet Bashkuara në Katar. Por realisht aty si është gjendja në qytetin ku ju jetoni, por edhe në Teheran, me atë që pasqyrojnë mediat, edhe informacionet që ju keni, me miq, kolegët, shokët tuaj. Në qytetin ku jetoj ka shumë pak pra sulme, në krahasim me Teheranin dhe vende të tjera si Tabrizi që është në lindjet në perëndim të Iranit, pra pranë kufirit me Turqinë. Ndodhen sulme të ndryshme, goditet gjysmëhëna e kuqe, goditet radio-televizioni i Iranit, goditen vende të ndryshme që ata mendojnë që janë të rëndësishme, vriten shkencëtar, vriten njerëz të rëndësishëm, vriten profesor dhe së bashku me ta vriten edhe njerëz të pafajshëm, familjet e tyre, fëmijët e tyre. Më së shumti në kohën duke fjetur. Pra në mesnatë, në 2 të natës, në 3 të mëngjesit. Në mos gaboj numri sipas mediave ka vajtur mbi 500 të vrarë. Deri tani afërsisht po. Po kishim dhe përgjigjen e Iranit kundër bazave amerikane, ndërkohë që kishim një reagim edhe nga Shtetet Bashkuara që në mënyrë ironike falendëruan Iranin për njoftimin paraprak për sulmin. Ta sipas tyre nuk kishte pasoja as dëm nga 14 raketa, vetëm 13 ishin kapur, njëra ishte lënë. Por kjo ishte një përgjigje krenarie dhe mund të mbyllet këtu. Pra, si është pasqyrimi atje i zyrtarëve iranian? Do të vazhdojë kjo? Që ta nisim nga fillimi. Izraeli filloi një luftë të cilën e kishte keq llogaritur. Pra, me njerëz të infiltruar nga brenda në fillim bllokuan sistemet kundërajrore të Iranit dhe nuk besuan se do të rrimerrë kontrolli i tyre nga iranianët dhe mendonin që do të bënin disa sulme të shpejta dhe do të mbyllej lufta për 3 ose 4 ditë. Ndërkohë që ndodhi e kundërta, iranianët e morën shumë shpejt kontrollin dhe pas kësaj filluan goditje të menjëhershme me raketa ndaj Izraelit në pika strategjike në Tel Aviv, në Haifa dhe kanë bërë dëme kolosale pavarësisht se nuk tregohet shumë nga ana e Izraelit dhe mediave perëndimore.
por dëmet janë kolosale. Nëse po të shikosh video në rrjetet të ndryshme sociale, qoftë në TikTok, është mjaft e qartë që Izraeli, pra Tel Avivi, Haifa është duke shndërruar si Gaza. Dhe ka shumë Pola e raste hekurt është thyer. ku pola e hekurt është edhe hakuar nga iranjanët dhe kanë goditur njëra tjetrën, ato sistemet e hakuara nga Irani, në vend që të godasin raketat iranjane, kanë goditur njëra tjetrën në shumë raste. Plus pastaj Irani ka përdorur raketa nga më të ndryshmet dhe thuhet që ende nuk i ka përdorur ato më të rëndësishmet. Dhe deri tani generalet iranianë thonë që ne po luftojmë me 30% të forcës sonë. Këto raketa, kush janë këto më të fuqishmet? Se nëse Shtetet e Bashkuara më të fuqishmet i nxorën duke sulmuar malin Fordo, po Irani kë ka më të fuqishmet? Tani Amerika ka raketa bunker buster që janë kundër tuneleve, por Irani nuk posedon armë të tilla. Irani përdor raketa nga më ndryshme si Fatah, Khyber Shekan, të cilat janë raketa hipersonike dhe janë mjaft të vështira për t'u kapur nga sistemi kundërajror. Qoftë nga Iron Dome, qoftë nga Naro, qoftë nga Patriot. Tani është hapur në disa fronte, sepse përveç Izraelit ka dhe bazat amerikane. Por fillimisht, pse mendoni e në gjykimin tuaj, zoti Kokomani, që mes gjithë atyre vendeve u zgjodh Katari? Që ta përfundojmë atë të parën, u bë kjo lëvizje e Amerikës si fillim, që sulmoi Fordon, që në fakt nuk është shkatëruar, sepse është shumë thellë dhe është në masë shkëmbore dhe jo në shkretë të tjerë. Dhe gjithashtu është thënë nga iranianët që uraniumi është larguar para se të sulmohej. Dhe duke parë pra që Izraeli filloi një luftë dhe nuk di si të dalë nga kjo luftë, të cilën e ka të pamundur ta përballojë për shumë gjatë, do duhet një ndërhyrje amerikane, ndoshta me marrëveshje, ndoshta nuk jam i sigurt, me marrëveshje për t'ia mbyllur gojën Izraelit, që ne bëjmë sulmin, edhe të jepet një shkak, një arsye që të krijohet armëpushim dhe të ndalohet lufta. Por nga ana tjetër iranianët gjithashtu kanë deklaruar, një nga generalet i quajtur Xhabari ka deklaruar se Izraelin do ta zhdogim dhe Amerika do të largohet nga rajoni. Tani a janë për presion, a janë të vërteta, nuk i dim. Pra, paralajmërimi është që lufta do të vazhdojë. Kjo do shikohet se si do të vijojnë ngjarjet natën e sotme, nesër, do të tregohet se si do të vijojë. Në rast se Amerika nuk sulmon, besoj se do të ketë paqe më pas. Pra, se deri tani 1-1 me Shtetet e Bashkuara, por tek ajo pse u zgjodh Katari mes vendeve të gjirit? Nuk e di, nuk kam ndonjë informacion, ndoshta mund të jenë nga më të rëndësishmet, ose ndoshta nga që Katari është një vend i vogël dhe nuk kërkon të krijojë mosmarrëveshje me një shtet si Arabia Saudite. Zoti Kokomani, po vetë sulmi ndaj bazave amerikane, si është pritur në Teheran? Në Teheran, iranianët kanë festuar me brohurime. Një nga sheshet e Teheranit kanë dalur me flamu iranian, me parulla kundër Amerikës, edhe të le të themi disi të kënaqur për hakmarrjen që bëri garda iraniane. Një nga bisedat tuaja janë shprehur që i kanë parë raketa duke pirë çaj. Sigurisht në ditët e para, kemi breza të ndryshëm në Irak. Është brezi atyre që kanë përjetuar luftën me Irakun, ata thonë që nuk është asgjë kjo luftë, sepse ne kemi përballur trup me trup. Pra kemi qenë në llogore në luftë me irakianët në kohën e regjimit të Saddamit. Ndërsa të rinjt kemi të ndryshëm, ka njerëz që trembën, ka që nuk trembën, por në përgjithësi janë popull që nuk trembën. Pra, në momente në shumë raste, në shumicën e rasteve, sistemet kundërajrore iraniane kanë funksionuar mjaft mirë. Edhe le të themi ka qenë si shfaqje pra në qiell, duke parë ato dronët që shpërthejnë. Edhe shikohen video mjaft në internet, iranianët është mjaft të qartë duke ulur në përparqe, duke pirë çaj, pra duke shijuar dhe pamjen e spektakullit sipas tyre.
A ka pas një reagim nga Khamenei, nga lideri suprem pas këtij sulmi? Pra, kanë fjalën pas sulmimit të bazave amerikane në Katar. Tani lideri suprem i Iranit është treguar mjaft i qartë në shumë raste që amerikanët janë të pabesueshëm, pra nuk mund të besohet atyre dhe gjithmonë është treguar, le themi, në mënyrë të sillet në mënyrë reciproke me amerikanët, pra në rast se ju do sulmoni, ne do të sulmojmë. Edhe nuk është stepur kurrë në raste të tilla. Edhe mbi të gjitha, ajo që zbatohet në Iran me sa shihet është urdhri i tij ku vjen puna për luftë. Sepse garda revolucionare e Iranit komandohet është direkt në urdhrat e liderit suprem, pra Ali Khamenei Ayatollah. Zoti Kokomani, po ngushtica është mbyllur e Hormuzit? Ngushtica e Hormuzit thonë që është mbyllur dhe kalojnë vetëm me lejen e iranianëve. Tani pritet reagimi i Amerikës, si do të reagojë Amerika. Kjo do të varet gjithçka nga reagimi i Trumpit. Në rast se Trumpi do të kundërpërgjigjet, atëherë do të kemi një eskalim të madh të luftës. Zoti Kokomani, do të minohet sipas iranianëve ngushtica e Hormuzit, gjithashtu edhe nga ana e Jemenasve, Houthit, kanë thënë që do të bëjnë atë punën e tyre në ngushticën e Bab el Mandeb. Dhe pastaj do të kemë një zgjerim të madh të luftës, sepse nuk është gjë e thjeshtë të bllokosh. Pra prisim një zgjerim edhe në vendet e tjera, nëse do ndodh ky skenar. Me sa duket, kështu do ndodh sepse të bllokosh atë gjirin persik, pra dalin nga gjiri persik, do thotë të bllokosh 20% të naftës, që prek interesat e shumë vendeve në botë. A është kënaqur Teherani me mbështetjen nga Moska dhe nga Pekini? Pra kush janë aleatët në këto momente të vështira? Irani e di mjaft mirë që nuk mund të mbështetet tek të huajt, dhe është munduar gjithmonë që të krijojë një industri të fuqishme vendase, që të mos jetë i varur nga të huajt, sepse në luftën që ka zhvilluar me Irakun nuk është ndihmuar nga askush, vetëm se nga regjimi i Sirisë. I cili ra? Babai i Asadit. Po nga Turqia, si shikoni reagimin e Turqisë? Si është parë në Teheran? Turqia më së shumti vetëm bën deklarata, nuk është se vepron ndonjëherë, dhe vetë pozicioni pra që është pjesë e NATO-s do thotë që është me Izraelin dhe është pro perëndimin. Është në frontin perëndimor, le të themi. Ti je pjesë e NATO-s do thotë ti je kundër Rusisë, ti je kundër Iranit dhe kundër vendeve të tjera lindore. Zoti Kokomani, për të shpjeguar ndoshta më thjesht, po vendet arabe përse nuk janë krah Iranit në këtë moment? I kanë darë ekonomia, ajo që tham pak më lart, marrëveshjet e ndryshme me Shtetet e Bashkuara, me vendet e tjera? Në lindjen e mesme në përgjithësi ka mosmarrëveshje mjaft të hershme, që janë mosmarrëveshje fetare. Pra kemi dallimin Shia-Sunni, ku Irani akuzohet se ka bërë temi krime në Siri nga pala sunite, ndërkohë që Irani bën thirrje për bashkim, pra për vëllazëri, gjithashtu edhe sunitët në përgjithësi janë pro bashkimit, pra pro bashkimit të muslimanëve, të jenë të gjithë të bashkuar, por sigurisht ka dhe fragmente pastaj ekstremiste të cilët mundohen të krijojnë përçarje. Pra është ajo që thamë në fillim, fanatizmi, egoja dhe ata që janë në kërkim të pasurisë, të pushtetit, që krijojnë dhe përçarjet. Zoti Kokomani, Atërimi për është temi fetar. Por që në masat popullore njerëzit nuk është se e do njëri luftën, nuk e dëshiron luftën, nuk ka në Iran për shembull, ka edhe hebrej, ka edhe sunit, e gjithë jetojnë të lumtur me njëri tjetrin, nuk kanë asnjë lloj problemi. Zoti Kokomani, dhe diçka të fundit kam. Ju si jeni ndjerë gjatë këtyre viteve atje dhe opinioni për raportet me Shqipërinë? Sepse ambasadat ne i mbyllëm para në 2022 në mos gaboj. Shqipëria është një vend i vogël
Dhe duke qenë një vend i vogël dhe i pafuqishëm, ndonjëherë edhe detyrohet të bëjë disa veprime që edhe nuk i dëshiron. Edhe një nga veprimet që nuk besoj se Shqipëria e ka dëshiruar është shkëputja e marrëdhënieve me Iranin. Dhe kjo për shkak të një grupi që kanë sjell atje në Manz, pra një grup që e konsideron veten opozitë të Iranit, por që në Iran konsiderohet një grup terrorist, dhe gjithashtu edhe nga Amerikanët dhe Bashkimi Evropian më parë ishte në listën e organizatave terroriste. Dhe i vetmi problem që ekziston sot mes Shqipërisë dhe Iranit është thjesht ekzistenca e tyre atje në mënyrë të tillë që edhe përdorin territorin e Republikës së Shqipërisë për të sulmuar, për të bërë sulme kibernetike e gjëra të ndryshme, qoftë sulme terroriste brenda në Iran. Në Shqipëri s'kanë munguar analistët që thonë që Irani mund të hakmerret për lushuar ndaj rakete edhe në Manës kundër tyre. Nuk besoj se e bën diçka të tillë, sepse iranianët e dinë që populli shqiptar është i pafashëm në këtë mes dhe nuk ka faj banorët e Manzës për ekzistencën e atyre personave atje. Dhe iranianët në përgjithësi janë një popull që nuk u bën padrejtësi të tjera. Pra, në rast se nuk u bie në qafë, pra, themi fjalë popullore, në rast se nuk i ngacmon, edhe ata nuk merren me ty. Në përgjithësi janë njerëz të respektueshëm, njerëz mikpritës, njerëz të dashur. Ju si jeni ndjer këto vite andej dhe mas mbylljes së raporteve mes shteteve? Ka pasur në episod? Në moment që jeni prezantuar si shqiptar? Po, në fakt njeriu është si të sillesh, në rast se ti shkon për të bërë gjëra të palejueshme, sigurisht që do të kesh shqetësime kudo që ndodhesh. Por në rast se shikon punën tënde dhe ndjek atë që ke dëshirë, për shembull studimet, nuk ka pse të shqetësoj njëri. Qoftë në Shqipëri, qoftë në Iran. Pra nuk keni pas probleme të tilla. Po nuk mund të kemi probleme sepse është njeriu në rast se nuk kërkon probleme, nuk do t'i gjej ata. Shqiptar të tjerë ka, jeni ndjeni? Po ka shqiptar, janë disa familje. Në përgjithësi janë të përqendruar në Tiranë. Zoti Kokomanit, të falenderoj shumë për bisedën. Të lutem, ishte një kënaqësi.